bërë viral se kom bo thjesht sene që nuk kanë pas njerëz të tjerë në Oslo. E kom bo vetë. Presin radhë, ka shumë njerëz në vikend, gjatë verës ka pas shumë punë. Ka radhë 50 metra jashtë në vikend. Jam rritur lindur në Francë, kam marrë në Norvegji në 2012, unë pak si shaka. Vetëm me këshyr me pas diçka ndryshe nga Franca, pas më pëlqeu, gjeta punë, gjeta shoqëri edhe filluan me kalu ditët shumë shpejt. Edhe që mas 12 vite se këto jam ala me gruan, me fëmijë. Punoj si frizer në Norvegji, piqe kam marrë në Norvegji, po kam hapeve bakery, tip si furbuke, me croissanta, stil francez. Edhe janë bo disa muaj, është shumë e sukseshme. Si ide, e kam pas gjithmonë si ide. Edhe kur kam marrë në Norvegji, që 15 vite, vetëm që për vetë me pas mundësi me hongër, ushqime që i hajsha në Francë, se nuk gjetësha këto mundësi në Norvegji. Edhe të gjithë njerëz që më njohën e din që